Nëse keni celulit, variqe, këmbë të intura dhe që ju dhëmbit, atëherë kjo video është për ju. Këto janë dy produkte që unë i kam ushtuar së fundmi në rutinën time, në cili është gjeli paprika dhe skrapi anticelulit. Në ditë, në mëngjes dhe në mbrëmje. Ky në ndihmon në shfryrjen e këmbëve nga prodhia ose edhe ata që kanë probleme me sëmundje të ndryshme. Ky ndihmon në qetësimin e këmbëve kur na dhëmbin dhe gjithashtu minimizon celulitin dhe vija lejla. Unë kam shumë variqe dhe i kam të trashëguara, kështu që me përdorimin e këtij më janë lehtësuar goxha shumë, sepse i kam pas shumë të rënduara dhe këmbët më dhimbin shumë dhe me përdorimin e paprikës kam pas një ndryshim super. Gjithashtu është skrapi anticelulit. Këto i kam kombinuar bashk. Skrapin e përdor 2 herë në javë, ndërsa paprikën e përdor 2 herë në ditë, që është në mëngjes edhe në mbrëmje.